të korruptuarit janë bërë bashkë për t'ju kundërvënë drejtësisë, për t'ju kundërvënë BKH-s. Në qoftë se qytetarët vendosin të rrinë pasiv, jeni të bindur që edhe ajo fije shprese që është sot tek SPAK-u dhe tek GKK-ja do të shuhet, sepse të korruptuarit kanë në dorë krimin, kanë parat tuaja dhe kanë gjithçka. Ajo çfarë nuk kanë ata në dorë është pikërisht ky grup që vjen këtu e proteston çdo ditë dhe janë të gjithë ata qytetarë që po presin momentin për të bashkuar, sepse këtu vërtet në fillim e nisëm pak dhe çdo ditë po shtohemi e po bëhemi shumë. Nuk ka në asnjë vend të botës që të ketë ndodhur që një klik që është në pushtet dhe ka marrë në kontroll çdo institucion të vendit të ketë rënë pa u ngritur qytetarët. Kështu që harrojeni se ky ikën nga ai vend, nga qeveria shqiptare pa reagimin e qytetarëve.